Thot Allahu Dhu Gjelal në surën Mu'minun, ajeti 99. Hatta idha jaa ahadumul mautu qala rabbi irji'un. E kur t'i vjen vdekja dikujt pe juve, ky njeri që është u ballafaqu me momentin e dorëzimit të shpirtit, kur ta shijon këtë moment, kur ta përjeton këtë moment, ka me thonë rabbi irji'un, o Zot, kthehem prap. Ma jep edhe një afat, ma jep edhe një shans. Pse do thot njeriu kështu? Inshallah s'jemi na ata o vllazni. Pse afatin që kishe në disponim nuk e shfryzove. Kohën që e paten mundësi me mush me veprat mira, ti e mushe me veprat këqija. Apo e laje bosh se mushe me asnjë gjë. Pse thot kë njeri me më kthi prap, la'ali a'malu salihan fima tarakt. Ndoshta e bëj një punë të mirë nëse më kthem prap, se tashmo e di, se tashmo e kuptova, se ti o Zot je i vërtet, edhe vendimet tuja janë obligative të detyrueshme ndaj njerëzimit. E kuptova se çdo njeri ka me shiju vdekjen. E kuptova se çdo njeri ka me ardhur para madhnisë tone. E kuptova se aty veç veprat e mira tona na bëjnë dobi, e këtë tjera s'kanë rëndësi, as pasuria, as malli, as evladi, as pushteti, as emni, as nami, as gradat, as gjës, as qalma e hoxhës, e as gjybje ti, atje nuk bën dobi. Dënsheshe vërteta, gjithkush me amelet veta. Atje bën dobi zemra e mbushur me iman dhe jeta e mbushur me vepra të mira. Andaj ky njeri tha, la'ali a'malu salihan fima tarakt, ndoshta e bëj një punë të mirë kur të më kthesh prap. Shif në përgjigjen e Rabbul Aleminit, kalla. S'ka më prap. S'ka më prap. Asesi kalla, innaha kelimetun huwa qailuha, është një fjali që e thot ky njeri, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yubathun, ama ka një perde kohore që e pengon atë mu kthi prap deri në ditën e llogarisë. A e kuptoni o vllazi? Mbush në jetën me vepra të mira sot, që na që kemi ardhur me e fal xhumon. Ne kemi kryer një obligim. Ne kemi e mbushim sot regjistrin me një vepër të madhe. Mirë po, ti bashkangjitem asaj që e tha Molla Shaipi në fjalimin e tij para xhumoje. A kemi na dikam pe familjes tonë që s'ka ardhur me fal xhumon? Jepi përgjigje kësaj pyetje. E nëse na kemi, e dini çka kemi bona? Na kena ardhur në fllad, na kena ardhur në rhije, na kena ardhur ku është mirë, atë kena lënë tu djeg. Atë kena lënë në zjarr. Atë kena lënë që nesër ai ka më bo pishman, po edhe neve ka me na akuzu pse se more me zor në xhami. Shkove vet me fal xhumon e mumlajet e shtëpia mos mu fal. Pastaj thot Allahu Dhu Gjelal, shifne janë ajete gjigante madhështore, kam dëshirë që kur shkojni te shtëpia të hapni Kur'anin e përkthym gjuhën shqipe dhe t'i lexoni këto ajete kuranore edhe të mendoni rreth tyre. Prej të ajeti 99 deri te ajeti 111. Është një bisedë e jashtëzakonshme që e bën Allahu Dhu Gjelal me njeriu dhe mundohet mja qel edhe zemrën, edhe mendjen, edhe mu bo ai një besimtar i devotshëm sa është gjallë, e pastaj me shiju shpërblimin e madh të Allahut Dhu Gjelal. Fa idha nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. E kur ndodh kiameti, e kur të frin buria, e ndodh kiameti, kur kuj si bën dobi lidhja fare fisnore. Bile askush s'ka mja pas gale askujt. Se dikush për neve thot, haj se më nimon filoni, a gjibaba. Haj se më filon, më nimon filoni, ma i mirë është.
Fela ansaba bainakum, s'ka lidhje farefisnore mes jush. Wala yatasalun, dhe askush s'ka vakt mja pas galen askujt. Familje madhe do bishme në dynja, ama te Allahu Dhu Gjelal nuk ban ku një farë do bije. Familje e fort këtë dynja, ama te Allahu Dhu Gjelal nuk ban ku një farë do bije. Se cili vjen te Allahu Dhu Gjelal me veprat e veta. Se cili vjen te Allahu Dhu Gjelal me atë që e ka qua atje, për para duke qenë gjallë. Andaj, as lidhet farefisnonës në bëjnë dobi, e as dikush ka mu interesu për ne, po dorën zemër, as nas kena me pas vakt mu kujdes për dikan. Se cili për neve ka me ikës prej se cilit prej familjes vet, e përmenë Allahu Dhu Gjelal, fa idha gjaati sakha, dhe këtë vjen kiameti, jau me jefirru l'meru min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibetihi wa banih, li kulli mrin jau me idhin sha'nun jugni. Atë ditë kër ndodhë kiameti, ik njeriu nga vllai vet, nga nana dhe baba vet, nga gruaja dhe evladi vet. Pse? Se cili ka punët e veta edhe galet e veta. Pastaj Allahu Dhu Gjelal tregon se kush shpëton dhe kush fiton. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. E kush e rëndon peshoren me vepra të mira, ai është i shpëtuari.